çfarë duhet ketë parasysh një person që të leja të shihen e mirë ose të përfaqësohet edhe me gjuhën e tij denjësisht, jeti denj. The në fillim un kam 17 vite eksperiencë si lektore, diku te 12 vite si trajnuese dhe eksperte e komunikimit publik. Edhe e kam parë në të gjitha nivelet, sepse un kam pasur fatin që të jepja mësim edhe në klasat fillore dhe kam dhënë mësim edhe në klasat universitare, më zgdash më pas të trajnoj edhe figura liderash, politikanet e reja e gra, domethënë ajo që kam vënë re në të gjitha nivelet, është se në thelb ne ruajmë atë fëmijën dhe atë komplekset që ka një fëmijë vogël, duket sikur nëse nuk është punuar me to, edhe një rritur i ka brenda vetes. Dhe këtu sekreti për qenë komunikator i mirë vjen gjithmonë nga të pranuarit se kush ti je. Kjo duket një fjali shumë e vështirë për të bërë, domethënë është kalosh proces të njohur veten. Duhet kalo, patjetër, por një komunikator i mirë e njeh veten. Dhe që do thot një pikat e tij të dobta, një pikat e tij të forta, dhe kur them pikat e tij të forta nuk e them thjesht në një tabel plus edhe minus, çfarë bëjë mirë, çfarë bëjë keq. Po një ato gjëra me cilat ai potencialet.